Një incident i rënd ka ndodhur sot në mbledhjen që kryeprokurori Adrati Këllalla ka zhvilluar me prokurorë të rretheve. Bëhet fjalë për një debat të zhvilluar mes tij dhe kryetarit të shoqatës së prokurorëve Shkëlqim Hajdari, i cili ka përfunduar deri në konfrontim fizik. Mbledhja e cila kishte në rend të ditës zgjedhjen e antarit të bordit të shkollës së magjistraturës ka degeneruar në një tjetër debat, atë të shkarkimit të kryeprokurorit të apelit Shkëlqim Hajdari nga kreu i shoqatës së prokurorëve. Kjo gjë ka ngjallur reagimin e këtij të fundit, i cili mësohet se ka debatuar ashpër me disa prej antarëve të kryesisë së shoqatës së prokurorëve, të cilët kanë shfrytzuar numrin e madh të prokurorëve të pranishëm në këtë mbledhje për të dalë jashtë të rendit të ditës, duke kërkuar shkarkimin e Shkëlqim Hajdarit. Kaq ka mjaftuar që gjakrat të nxehën dhe Hajdari të përfshihet në një debat të ashpër verbal në praninë të kryeprokurorit Llalla, edhe pse ka kërkuar që të ulen tonet. Është dashur ndërhyrja e truprojave të Llallës që konflikti të shuhet, por më parë dyshohet të ketë pasur dhe konfrontim fizik, në të cilin nuk dihet nëse është përfshirë vetë kryeprokurori, ndose në reagimin zyrtar të prokurorisë, sqarohet se prokurori i përgjithshëm zoti Adrati Këllalla nuk ka qenë i përfshirë në diskutime dhe në incident, po i ka kërkuar diskutantëve të largohen nga salla.